Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishter në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishter në shtëpinë tënde. Quf lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Maris, një zë i krishter në shtëpinë tënde. Sot jemi në emisionin të rit me shpresë drejtë së ardhmes dhe në pyetjen a ka vend për Zotin në botën e të rinjve sot? Të dashur të ri, pra së bashku po bëjmë një ecje duke besuar se ky emision do të jetë një ndihmë në rritjen tuaj shpirtërore. Ne nuk do të flasim për një fe që të mbyll në shtëpi, por për një besim që të liron. Të rit e vitit 2026 po kthehen te Zoti si një formë rebelimi. Po, e dëgjuat mirë, formë rebelimi. Të besosh sot është akti më i madh i lirisë kundër një bote që kërkon të kthejë në numër. Pyetja jonë sot është, në këtë rrjet gjigant kablosh dhe Wi-Fi, a ka ende vend për atë që krijoi yjet? Në vitin 2026, besimi nuk është më si një traditë e trashëguar, por është si një zgjedhje identiteti. Si e jetojnë të rit besimin sot? Sot besimi për të rit kalon përmes 3 filtrave kryesor. Për shumë të ri, kisha ose grupi rinor është i vetmi vend ku ata lënë telefonin me një anë, besimi jetohet si nevojë për qetësi, heshtje në një botë që bërtet. Të rit nuk duan më fe të vakt. Ata ose duan të jetojnë 100% me Krishtin ose asgjë. Ata i tërheqin shejtërit që kanë bërë gjëra ekstreme, si që janë Shën Teresa e Kalkutës, Carlo Acutis dhe shumë shejtër të tjerë, sepse ata kërkojnë një qëllim për të cilin ja vlen të sakrifikohet. I riu i sodëm nuk e pranon fen sepse kështu thot prifti apo motra. Ai jeton besimin duke dyshuar, duke pyetur dhe duke kërkuar përputhje mes asaj që dëgjon të dielen dhe asaj që ban të hanen. Besimi jetohet përmes miqësisë. Nëse një i ri gjen një grup ku ndihet i pranuar pa u gjykuar, siç bën të Don Bosco me të rit, ai do ta dojë Zotin përmes atyre njerëzve. Besimi i të rinjve sot është dinamik, kërkues dhe shumë praktik. Në rrjetet sociale, të rit ndihen vazhdimisht të gjykuar për veshjen, për trupin, për suksesin. Feja apo Zoti për të rit sot është i vetmi ndjekes që i njeh pa filtra. Besimi jetohet si një hapësirë ku mund të jesh i dobët, të qash dhe të gabosh, pa u përjashtuar. Kisha për të bëhet një zonë e sigurt. Të rit e vitit 2026 përdorin shpesh mjete moderne për të ushqyer shpirtin e tyre.
shpesh të rit sot duke shkuar rrugës për në shkollë përdorin aplikacione si podcast, Hello ose Pray as you go për meditim dhe shpërndajnë citate biblike si rebelim ndaj negativitetit online. Por çfarë thot shkrimi i shenjtë për të rinjt? Në Bibël kemi shembuj të fuqishëm që duken sikur janë shkruar sot. Shën Pali shkruan: askush të mos e çmoj pak moshën tënde të re, por bëhu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në fe e në pastërti. Këto fjalë Shën Pali shkruan në Timoteut, tek letra parë drejtuar Timoteut kapitulli 4 rreshti 12. Pra, mos prit të rritesh që të jesh i rëndësishëm për Zotin. Zoti nuk kërkon CV-n tënde, kërkon punë tënde dhe tani. Profeti Jeremi, kur Zoti e thirri, ai tha: "O, jam shumë i ri, nuk di të flas." Por Zoti ju përgjigj: "Mos thua jam i ri, sepse tek të gjithë ata të cilët do të dërgoj ti do të shkosh." Lexojmë tek Jeremia kapitulli 1 rreshti 7. Në vitin 2026, Zoti të dërgon të shokët e tu që janë të dëshpëruar. Ti je i vetmi që mund të bësh diçka për të. Po shetrit, çfarë porosie mund të na japin sot? Le të marrim miq tan shetër dhe të ulim në studio me ta për të bashkëbiseduar. Çfarë do të na thoshin ata sot? Don Bosco ishte një shet që i donte shumë të rit dhe ai kishte një shprehje të fortë për të rit. Ai thoshte: "Nuk mjafton t'i duani të rit, duhet që ata ta ndjejnë se ju i doni." Pra, si mund të jetojmë sot këtë thënie për ta konkretizuar fen tonë në praktik? Ne kemi mirë miq digital, por askush nuk na vjen të shtëpia kur jemi të sëmur. Thënia e Don Boscos na inkurajon të kuptojmë se Zoti ka vend në botën digjitale, vetëm nëse ne e përdorim ekranin për t'i thënë dikujt: "Të shoh, ti vlen dhe jam këtu për ty." Dashuria virtuale duhet të bëhet e prekshme. Carlo Acutis, shejti i parë i kohës moderne. Thënia e tij: "Të gjithë lindim si original, por shumë vdesin si fotokopje." Çfarë do të thotë kjo? Kur ne përdorim filtra për të fshehur aknet apo trishtimin, po bëhemi një fotokopje. Carlo, i cili vdiq 15 vjeç, thoshte se Eukaristia është autostrada për në qiell. Ai e përdori teknologjinë për të treguar mrekullitë e Zotit në Eukaristi. Ai na thot: "Mos lejo algoritmin të thot kush je ti. Ti je një projekt unik i Zotit." Ndërsa Shën John Pali II
i cili quhej ndryshe dhe Papa i guximit, thoshte: "Të dashur të ri, mos u kënaqeni me gjërat e vogla. Zoti kërkon prej jush diçka të madhe." Po sot, çfarë janë këto gjërat e vogla? Gjërat e vogla sot janë bigjozi online, varësia nga pornografia apo humbja e kohës pafund. John Paul II vërtet: "Zgjohuni, ju jeni krijuar për të ndryshuar historinë, jo thjesht për të parë të tjerët duke jetuar." Ndërsa Shën Filip Njeri, i cili quhej ndryshe dhe shenjti i gëzimit, thoshte: "Rini të qetë nëse mundeni." Këtë fjalë na jep një mësim që na të qëndrojmë të qetë me stresit e provimeve dhe pasigurisë për punën. Shën Filip Njeri na kujton se gëzimi nuk është mungesë e problemeve, por është prani e Zotit. Pyetjet që mund t'i bëjë njëri dhe këshillat si përgjigje e këtyre pyetjeve. Pyetja e parë: pse të shkoj në kish kur mund të lutem në dhomë? Përgjigja është sepse njeriu nuk është krijuar të jetojë vetëm. Edhe vetë Jezusi thot: "Aty ku janë dy vetë të bashkuar në emrin tim, aty jam unë." Pra, ne kemi nevojë për dorën e tjetrit. Një pyetje tjetër është: kisha ka skandale, pse të besoj? Por Nën Teresa thoshte: "Unë dhe ti jemi mëkatarët e parë. Kisha nuk është muze për shetrit, është një spital për ne që jemi të thyrë." Një pyetje tjetër është: pse më duhet Zoti kur kam shkencën, mjekësinë dhe inteligjencën artificiale e cila më zgjedh të gjitha problemet? A nuk është besimi thjesht një patëricë për ata që nuk përballojnë dot realitetin? Por të dashur të ri, shkenca na tregon si funksionon bota, si rrah zemra, por mos të harrojmë se feja na tregon pse të rrah zemra, për kë rrah zemra. Një pyetje tjetër e të rive është: nëse Zoti na do, pse bota e vitit 2026 duket kaq e pasigurt dhe e trisht? Pse nuk e fik ai të keqen? Sepse Zoti na krijoi të lirë dhe jo robot, shumica e të këqijave vijnë nga fakti që ne e fikim Zotin nga jeta jon. Zoti nuk rri si spektator, ai vuan me ne. Përgjigja e tij ndaj vuajtjes nuk është një shpjegim teorik, por një person. Jezusi vdiq mbi kryq duke thënë: "Edhe unë kalova në përkëtërsirë që ti të mos jesh kur vetëm." Kam përshtypjen se feja është vetëm një listë, më nuk duhet. A nuk me kufizon Zoti lirinë time për të provuar gjithçka?
Liria e vërtet nuk është të bësh çfarë të duash, por të kesh forcën të bësh atë që të bën mirë. Rregullat e Zotit janë si parmak të një ure mbi humner. Nuk janë aty për të penguar ecjen, por për të mbrojtur që të mos rrëzohesh. Shën Gjon Paul II thoshte se liria pa të vërtetën kthehet në vetë shkatrim. Shpesh disa thonë, ndihemi hipokrit, pse të shkoj në kish kur unë kam shumë mëkate, bëj gabime dhe ndonjëherë kam dyshime të mëdha mbi dogmat. A jam i mirë pritur? Nëse kisha do të ishte vendi vetëm për të përsosurit, sigurisht se ai do të ishte vendi më bosh. Shenjtrit nuk janë njerëz që nuk kanë rënë kurrë, por njerëz që janë quar pas çdo rënjeje. Dyshimi nuk është armiku i besimit, është pjesë e kërkimit. Zoti të kërkon ashtu siç je, por të do aq shumë sa nuk të lë ashtu siç të gjeti. Një pyetje tjetër, unë besoj në një forcë supreme, por pse duhet të jem katolik? Pse duhet të ndjek sakramentet? Të jesh njeri i mirë është hapi i parë, por besimi është një marrëdhënie. Është si dallimi mes të pasurit një person si shok në Facebook dhe të pasurit një person si bashkëshort në jetë. Sakramentet si kungimi janë në takim fizik me Zotin. Ne kemi nevojë për fenë që të mos mbetemi në mendimet tona, por të prekim dorën e Zotit që na udhëheq çdo ditë. Të dashur të ri, jemi në emisionin të rit me shpresë drejt se ardhmes dhe jemi në pyetjen a ka vend për Zotin në botën e të rinjve sot? Kemi arritur deri tek disa këshilla praktike për të përparuar në besim. Në vitin 2026, vit në të cilin jemi, heshtja është një luks. Truri i të riut sot bombardohet me mira informacione në minutë. Nëse nuk fik zhurmen e botës, nuk do ta dëgjosh dot zërin e Zotit. Prandaj, një porosi është 10 minutat e parë të mëngjesit, falendero Zotin për frymëmarrjen. Zoti takon ata që e presin e heshtje. Zoti nuk flet me njoftime, ai flet në përshpëritje. 5 minuta në ditë pa telefon, vetëm duke i thënë Zotit, folo Zot se shërbëtori yt të dëgjon. Të ndihmoj njerëzisht për të rritur në fe, shpresë dhe dashuri. Përdorimi i lentës së ungjillit. Përpara se të postosh diçka, para se të komentosh apo të marrësh një vendim, pyet veten: çfarë do të bënte Jezusi në vendin tim? Ky nuk është thjesht një citat, është një ushtrim truri që mban besimin gjallë gjatë gjithë ditës. Një tjetër këshill është gjetja e një shoqëruesi shpirtëror. Besimi në internet mund të jetë i kufizuar.
shumë informacione, shumë mendime. Ashtu si që ke një trajner në palestër, ke nevojë për një udhëheqës shpirtëror, një prift, një motor ose një i ri me i pjekur në fe. Ke nevojë për dikë që na ndihmon të lexojmë shenjat. Folni hapur për dyshimet tuaja. Besimi rritet përmes dialogut dhe jo izolimit. Leximi pasqyri i Biblës. Mos e lexo Biblën për të mësuar çfarë ka ndodhur. Lexoje për të parë çfarë po ndodh me ty. Merr një fragment nga Bibla dhe pyet veten. Për shembull, tek shërimi i të verbërit, çfarë verbërie kam unë sot? Çfarë nuk po shoh te jeta ime? Kjo e kthen fjalën e Zotit në një rishikim personal. Mos e mendoni veten se jeni shumë të ri. Davidi profet ishte çuni i vogël i shtëpisë, por ai u bë mbreti më i madh i popullit të Izraelit. Mos thoni jam shumë i ri për të bërë ndryshimin. Davidi nuk përdori shpatën e mbretit që i rrinte e madhe, por hobin e tij të bariut. Përdorni talentet tuaja, artin, teknologjinë, muzikën për të dëshmuar Zotin dhe mos i imitoni të tjerët. Davidi bisedonte me Zotin me psalme, i tregonte frikën, gëzimin, madje edhe mëkatet. Jetoni një fe ku Zoti është shoku juaj i ngushtë, jo një teori e larget. Eukaristia, bateria e shpirtit. Mesha ndoshta u duket e mërzitshme ose e përsëritur, por Carlo Acutis, një djalosh i ri i cili vdiq në moshën 15-16 vjeç, meshën e quan si Eukaristia është autostrada ime për në qiell. Ashtu si telefoni ka nevojë për kurrent, shpirti ka nevojë për bukën e jetës. Pa këtë karikim, shpresa shuhet shpejt përballë vështirësive të botës. Ndjehu pjesë e një historie që ka nisur shekuj më parë dhe vazhdon me ty siç është Kisha Katolike. Beso te prania e Zotit, ai është ndihma dhe mburoja jote. Bëj një punë vullnetare ose ndihmon dikë pa u treguar në rrjetet sociale. Shijo fshehtësinë e mirësisë. Analizo një dyshim tëndin mbi fen. Mos u trem prej tij. Përdore si shkallë për të kërkuar të vërtetën. Shko tek një kishë zbraz në mes të ditës. Shijo heshtjen e cila në vitin 2026 është luksi më i madh. Kërko falje dikujt që e ke lënduar. Ky është akti më i lartë fetar. Të dashur dëgjues, të dashur të ri, jemi në emisionin të rit me shpresë drejtës së ardhmes. Tani po flasim pse feja është aktuale sot, pra në këtë kohë kaq moderne. Në një botë me nivel rekord ankthi, lutja dhe meditimi ofrojnë një pauzë që asnjë ilaç nuk e jep. Feja ofron një strukturë shpirtërore që parandalon rrënimin emocional. Kur bota të thot se je numër ose shenjes të reklamash, feja të thot se je biri i Zotit me një mision unik. Ky është një argument fuqizues për të rritë sot. Rrjetet sociale ofrojnë shok, por feja ofron vëllezër dhe motra. Të rritë po i kthehen kishave për të gjetur kontaktin njerëzor,
shikimin në sy dhe mbështetjen fizike. Të rinjtë e vitit 2026 janë të fiksuar pas mbrojtjes së planetit dhe kisha përmes mësimit mbi krijimin ofron një bazë morale për të luftuar ndryshimin klimatik. Zoti të ka krijuar dhe të do fort. Në shkrimin shenjtë lexojmë: sepse unë i di planet që kam për ju, thot Zoti, plane paqeje dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Lexojmë tek Jeremia profet 29, rreshti 11. Zoti, pra i dashur i ri, e re, ka një projekt, ka një dizajn për ty. Ti nuk je një gabim i rastit. Dhe ja, unë jam me ju gjithmonë deri në mbarim të botës. Lexojmë tek Ungjilli sipas Mateut, kapitullin 28, rreshti 20. Pra edhe kur je offline për botën, je gjithmonë online për Zotin dhe ai të do fort. Të dashur dëgjues të Radio Maris, të dashur të ri, jemi në emisionin të rit me shpresë drejtë së ardhmes dhe jemi duke shqyrtuar temen: a ka vend për Zotin në botën e të rinjve sot? Të dashur të ri, feja sot nuk është një barë që duhet të mbajtur mbi shpinë, por është një krah që ju ndihmon të fluturoni mbi banalitetin e përditshmërisë. Besimi nuk ju bën njerëz të vjetër, ju bën njerëz të vërtetë. Në një botë që po bëhet gjithnjë më artificiale, jeta shpirtërore është vetmja gjë që mbetet 100% njerëzore. Mos e lini shpirtin tuaj të mbetet pa bateri. Mbusheni jetën tuaj me burimin e jetës që është Jezusi. Feja katolike është feja e gëzimit, është feja e lajmit të mirë. Një njeri krishter nuk është një person i mbyllur, por njeriu më energjik në dhomë. Gëzimi i krishter është antidoti më i mirë ndaj pesimizmit modern. Të dashur të ri, pasi që jemi në fund të emisionit, kam edhe një detyrë për ju. Këtë javë bëhuni ungjill për dike. Mos fol për Zotin me fjalë, por lëre Zotin të flasë përmes mirësisë tënde. Ndihmo një shok që është në depresion, buzëqeshi dikujt që të ka lënduar. Tregoju njerëzve se besimi yt është i gjallë. Të dashur dëgjues të Radio Maris, kemi arritur kështu në fundin e emisionit ton të rit me shpresë drejtë së ardhmes dhe jemi duke ecur në pyetjen: a ka vend për Zotin në botën e të rinjve sot?
Çfarë kemi folur sot në këtë emision? Besimi sot nuk është një traditë, por rebelim I lirisë. Në botën e Wi-Fi-s dhe algoritmeve, Zoti është I vetmi që të njeh pa filtra dhe të do si original, jo si fotokopje. Si jetohet feja sot? Heshtja kundër zhurmës digjitale. Zoti kërkon 100% të zemrës, jo fe të vakt. Dashuria virtuale duhet të bëhet e prekshme në vepra konkrete ndaj të afërmit. Në pyetjen kush mund të jetë model I jetës sime sot? Kemi parë disa shenjtër dhe kemi parë disa shembuj edhe nga Bibla. Carlo Acutis, Shënën Teresa, Don Bosco, Filip Neri dhe Davidi profet, I cili thot Zoti Nga Davidi profet mësuam se Zoti zgjedh Teriun që bota mund ta nënvlerësoj. Carlo Acutis na la një porosi, a Eukaristia është autostrada drejt qiellit. Ndërsa Don Bosco bëri të rit të ndjejnë se I do. Disa nga këshillat që morëm sot: 5 minuta heshtje, fike celularin, fol dhe dëgjoj Zotin. Para çdo postimi apo vepre që bën, pyet çfarë do të bënte Jezusi në vendin tim? Mos e lë shpirtin me bateri 1%, por merr pjesë në meshën shenjtë për të karikuar shpirtin tënd. Mos fol për Zotin, por jetoje atë. Bëhu ungjilli gjallë për një shok që ka humbur shpresën. Dhe porosia e fundit, besimi nuk të bën të vjetër, të bën të vërtet. Qëndro online me Zotin. Të dashur të ri, të dashur dëgjues të Radio Maris, një zej krishter në shtëpinë tënde, kemi arritur në fundin e emisionit të rit me shpresë drejt së ardhmes. Në pyetjen a ka vend për Zotin në botën e të rinjve sot? Duke u lënë në shoqërinë e programit të Radio Maris në vazhdim, unë Motori Renea ju përshëndes, qoftë lëftuar Jezu Krishti.